Po, unë ndjeva mjaft keq me thënë drejtën kur e dëgjova. Si një qytetar i kësaj republike, si një kontribues modest në këtë republikë, unë ndjeva mjaft keq dhe më vjen keq që nuk kemi përfaqësues të Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Nuk kemi as patriot, as nuk e di që njerëz që ta duan minimumi këtë vend. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe sepse nuk drejtohet një vend nga njerëz që nuk e duan. Në vend që presidenti i Republikës, simboli i unitetit, përfaqësuesi i Shqipërisë jashtë, të shkonte te komunitetet shqiptare në New York, në Washington, ku diun, në të gjithë botën, të ndërmerrte një tur ndërkombëtar, vizitonte komunitetet e ndryshme të shqiptarëve kudo që janë dhe të thoshte që ktheuni në Shqipëri, sepse ne do bëjmë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra në mënyrë që të lehtësohet kthimi juaj, investimet tuaja në Shqipëri e tjerë, të lobonte për të ndërtuar një model ekonomik të qëndrueshëm me të gjithë elementet që edhe së bashku i kemi përmendur edhe herë tjetër me një mjedis fiskal sa më të thjesht, sa më të lehtë, me një taks të sheshtë, ndoshta 10%, me një barë regulatore shumë të vogël, me një qeveri të vogël, me shtetin që është partner i qytetarit dhe i sipërmarrësit dhe jo një xhandar në kokën e tyre, jo një ushtrues presioni i vazhdueshëm që të bëjë që të mbyllen dhe të largohen të gjithë në mënyrë që t'i marrin ato që mbeten klientët e qeverisë. Pra, nëse do të kishim një figurë të tillë që do merri me shqiptarët, do të thoshte duhet të ktheheni, të ndërtoni të ardhmen tuaj në Shqipëri dhe ta bëni Shqipërinë shtëpinë tuaj sërish, kemi një unë nuk dua ta quaj nuk e di, as një figurë shtetërore, as një burg shteti, as një përfaqësues, sepse çdo emërtim të tillë do ta bënte pis emërtimin. Po kemi një figurë, një noter të qeverisë që shkon edhe u bën thirrje Bangladeshas vet vinë në Shqipëri. Më thoni mua juve një shembull në të gjithë historinë botërore, moderne, të antikitetit, ku diun, çdo periudhë tjetër ku një përfaqësues i një shteti në vend që t'i bëj thirrje njerëzve të vet që të ndërtojnë të ardhmen e tyre në shtëpinë e vet, në vendin e vet, u bën thirrje një populli tjetër që të vinë në vendin e tij dhe ta bëjnë shtëpinë ta ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe ta bëjnë Shqipërinë shtëpinë e tyre. Është një absurd, domethënë, do duhet skandalizonte çdo qytetar të ndërgjegjshëm të kësaj republike. Nuk ka dhe një gjë se Bangladeshasi nuk janë ashtu siç ka thënë zoti Rama, pra që të mbyllin gojën edhe të ulin kokën. Përkundrazi, ata kanë bërë atje para një viti një revolucion politik, duke larguar kryeministren para Renset, Muhamet Yunus. Kështu që bie poshtë edhe teza që vinë si sklever në këtë rast. Po. Gjithë popujt po e tregojnë që po ngrihen për turpin ton, duhet thënë, sepse neve, nuk e di, ndoshta dikush, ndonjë studius do duhet ta studiojë këtë evoluimin e shqiptarëve në shekuj dhe pse jemi në këtë gjendje që jemi sot. Unë shikoj popullin e Nepalit që ngrihet, serbët të cilët i kemi këtu në rajon, të cilët ngrihen dhe kanë një vit të cilë pa u larguar nga sheshi. Nuk i ka ngritur as në një parti politike, as në një grupim tjetër, janë ngritur vetë. Ndërsa në Shqipëri unë shikoj dhe ato pak protesta që bëhen me 5 veta, thonë kryeministri është shumë i mirë, ai do na i zgjidhi këto punë, nuk duam njëri tjetër, po ne po ngrihemi se s'kemi rrugë, nuk kemi ujë në Shqipërinë e 2030-s, nuk kemi energji elektrike. Qartë. Çdo qytet ku të shkosh është një llaktar. Dhe ndaj ne turizmin e kemi sot në këtë gjendje që e pati të gjithë bumin e vet për një vit dhe po kthehemi sërish tek aty ku ishim, sepse ai turisti që vjen dhe shikon që këtu nuk ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka transport, nuk di me çfarë të iki nga njëri vend nga një qytet në tjetrin, sepse nuk ka transport publik, po duhet të vesh fshehura se të marrësh për rrugë në mënyrë që të shkosh edhe nga njëri qytet kryesor në tjetrin. Imagjinoni pas në përfshatra apo në vende tjera turistike, normali që nuk vjen më, nëse nuk gjen ujë, nëse nuk gjen drita, normali që nuk vjen më. Ndaj kjo është situata për fat keq në të cilën ne jemi, qoftë ekonomikisht, po qoftë nga ana shoqërore, sociale, pra kulturore, po të doni, është një krizë
e gjithanshme në cilën qytetari shqiptar i gjen veten sot. Dhe ndaj unë e them shpesh këtë gjë që do duhet të ketë një ndërgjegjësim shoqëror me të gjithë elementët. Nuk mjafton vetëm njëri komponent që është opozita politike, po do duhet të ketë një ndërgjegjësim nga mediat. Mua më vjen mirë që ne trajtuam së bashku raportin e Departamentit të Shtetit, sepse nuk e di nëse mediat e tjera nuk kanë parë që ta kenë nxjerr as në edicionin e lajmeve, jo lajm të parë, po edhe ande nga fundi me seksionin e sportit. Fakti që nuk është trajtuar do të thotë që diçka ka ky raport që nuk i pëlqen qeverisë. Po nga ana tjetër tregon edhe vërteton dhe atë që thoshte vetë raporti i Departamentit të Shtetit, që këtu jo vetëm grupet kriminale, jo vetëm qeveria, po këtu një nga mjetet e presionit janë dhe mediat. Dhe kjo mua më duk jashtëzakonisht shumë e rëndë. Nga ana tjetër, përveç mediave, duhet kemi shoqërinë civile, duhet kemi grupet e interesit, pra duhet të reagojë gjithë Shqipëria, shoqëria shqiptare. Nuk mund të jetë vetëm opozita politike ajo që duhet të reagojë dhe nga ajo nga e cila duhet të presim. Duhet jenë gjithë këto në mënyrë që Shqipëria ta tejkalojë këtë situatë mjaft të vështirë në cilën ndodhet, politike, ekonomike dhe shoqërore. E fundit, Nikola, për ta kuptuar, po shkurt se nuk dua të humbas edhe ty kohë, a është ky raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit një këmban alarmi, një mesazh për qeverinë, apo është thjesht një pasqyrim neutral i gjendjes? Pra, kujt i drejtohet politikisht gjithmonë? Pa diskutim që i drejtohet qeverisë, sepse qeveria ajo që i drejton punët e këtij vendi, po i drejtohet dhe shoqërisë shqiptare, gjithë këtyre segmenteve që unë sapo përmenda. Ky është një raport që e ka braktisur atë po themi mantelin diplomatik. Është një raport shumë i drejtë për drejtë për situatën që është. Unë ndaj e thash, në fillim mendova se ishte ndonjë raport i opozitës që spasqyrohet as në media e tjerë, se këtu çdo gjë që është e shkruar anglisht mediat vrapojnë që ta raportojnë. Po në këtë rast që tregonte të vërteta të mëdha, mediat në pjesën më të madhe të tyre heshtën. Dhe është një kamban alarmi për të gjithë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë po flasin në mënyrë shumë të drejtë për drejtë. Po e bën e dërguara me punë, e cila në çdo takim që bën me çdo përfaqësues të qeverisë përmend grupimet kriminale, fluksin e paligjshëm që vjen nga trafikimi i narkotikëve, përmend dhe inkurajon shumë luftën që do duhet të bëjë qeveria për kundër këtyre flukseve dhe grupeve. Kështu që unë nuk e di se çfarë duhet të ndodhë më, ka ngelur vetëm që të flas Donald Trump dhe të thotë do bëni diçka apo se keni hallin. Po arritëm aty tek statuset e Trumpit, pastaj ka arritur fundi fare. Po i përdorin gjitha metodat nëpërmjet të dërguarës së tyre këtu me raportet e tyre. Ky është një raport që vjen dhe pas raportit të kësaj vere të Departamentit të Shtetit që sërish kaloi në heshtje nga mediat. Dhe ne përmendëm dhe në bisedën e fundit, kam përshtypjen së bashku që shiko çfarë bën mediat. Raporti kishte dalë në gusht, nuk përmendte as zotin Berisha, nuk përmendte asgjë, por fliste për shkeljen e drejtave të njerëzit këtu, presionin mediatik të grupeve kriminale, korrupsionin e tjerë me radhë, dhe mediat në Shqipëri merrnin një raport të marsit të këtij viti që përmendte zotin Berisha dhe totalisht e anashkalonin raportin që kishte dalë, që fliste dhe i kritikonte dhe ato vetë, dhe mediat vetë. Dhe ato vërtetuan atë që thoshte raporti. Sërish po ndodhte njëjta gjë. Pas 2 muajsh, Departamenti i Shtetit boton sërish raportin e radhës për Shqipërinë. E nxin sepse kështu është realiteti, nuk është se po shpikin ata. Dhe kam përshtypjen Departamenti Amerikan dhe gjithë ato departamente apo institucione amerikane që merren me Shqipërinë dhe me rajonin, po i lëshojnë sinjalet tashmë në mënyrë shumë të qartë dhe të drejtë për drejtë. Qartë, Nikola, unë të falenderoj për bisedën edhe për informacionet dhe opinionet që sollën në studio. Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi. Ishim me Nikola Kedhin nga Departamenti Brain Gain në Partinë Demokratike. Folëm në fakt për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve të huaja në Shqipëri. Do të kalojmë vetëm pas pak në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë edhe për sot në aktualitet do të flasim për zhvillimet ndërkombëtare me fokus tek ajo se çfarë ka ndodhur në Rusi dhe në Ukrainë gjatë ditëve të Asamblesë 80 të Kombeve të Bashkuara në New York, por jo vetëm.
kam kënaqësinë që për këtë çështje të flas me një student të çështjeve të sigurisë globale në Poloni, Elianos Kasaj. Elianos, të përshëndes dhe të falenderoj që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën. Mirë, diçka që doja ta diskutoja shkurtimisht përpara se të shkonim tek çështjet specifike është kthesa që presidenti Donald Trump duket se ka marrë në raport me Rusinë dhe Ukrainën. Tashmë balanca e mbështetjes së tij ka kaluar tek Ukraina, ka pas disa deklarata të forta si ato që Ukraina mund t'i rimarrë të gjitha territoret e pushtuara, apo deklarata për të goditur avionët dhe dronet ruse që kanë shkelur hapësirën ajrore të vendeve të NATO-s, të vendeve në lindje të Evropës. Pse duket kjo zhvendosje në qëndrimin e Trump? Atëherë, deklaratat e fundit të presidentit amerikan kanë ardhur pas 3 incidenteve që ndodhen në kufijtë e vendeve të NATO-s. Fillimisht ishte incidenti polako-lituanezo-bielorus, ku u detektuan në fillim të këtij muaji, pra të shtatorit, diku nga data 8-9, duke marrë mëngjesit datës 9, rreth mbi 40 dronë, të cilët kaluan në kufirin bielorus dhe hyrën në hapësirën polake, 24 prej tyre u rrëzuan Poloni, pjesa e mbetur u rrëzuan në Bielorusi. Ky u quajt provokim, u quajt hyrja më e madhe e objekteve ajrore të paidentifikuara në një vend të NATO-s, që prej luftës së ftohtë, diçka e këtij lloji. Por që këtu situata sërish vetet misterioze, pasi shumica prej dronëve janë të paidentifikuar, nuk dihet çfarë modeli janë, nuk dihet çfarë prototipi janë, nuk dihet çfarë vend prodhimi janë e të tjera. Dhe shumë akuza që polake hodhi mbi rusët dhe diçka tjetër, doli që shumica prej tyre ishin të pabazuara mbi fakte, pasi edhe një incident që ndodhi me një shtëpi që u bombardua aksidentalisht, doli që ishin polakët që kishin bombarduar në një kundërshtim me rakete kundër dronëve, po, doli që polakët vetë në Lublinë e kishin edhe në erë, kështu që diçka era poshtë. Incidenti i dytë ishte ai i Estonisë, ku u supozua që 3 avion luftarak rus gjatë udhëtimit të tyre nga Rusia kontinentale në enklavën e Kaliningradit, që është në kufi me Poloninë dhe Lituaninë, hyn në hapësirën ajrore estoneze. Sërish një pala ruse hapi ato që quhet si kutia e zezë ose detektorët e avionëve luftarak, kur u pa që ata kishin qenë diku te mbi 15 kilometra nga kufiri më i afërt estonez, që është një ishull estonez që është në kufirin midis detit baltik dhe ujrave estoneze. Prapë së prapë u quhet provokim. Dhe pjesa tjetër ishte në Rumani së fundi, ku u raportua që një dron hyri në hapësirën ajrore rumune, u rrëzua prej forcave ajrore rumune, po droni nuk di se çfarë droni është. Ka pasur sigurisht shumë supozime mbi këtë çështje. Polonia, Rumania, Estonia kanë akuzuar palën ruse. Slovako-hungarezët janë treguar disi më të matur dhe kanë thënë që duhet hapur dhe të parë çdo provë. Bielorusët gjithashtu, pasi edhe në Bielorusi shumë dronë u rrëzuan gjatë ardhes së tyre në Poloni dhe ata bashkëpunuan me polakët dhe lituanezët për rrëzimin e dronëve. Kanë rrëzuar gati 15-16 drone dhe ata gjithashtu thonë që është disi e palogjikshme që të thuash që Rusia ndërgoi dron kundër Bielorusisë, që e cila është nga vendet më të afërta aktualisht me të, në ardhjen ekonomike, politike e të tjera. Pra gjatë duhet ekzaminuar. Gjithsesi akuzat kanë qenë shumë të forta, sidomos nga ana e Brukselit, dhe kjo që duket se ka rënë edhe në një vime politike në Washingtonit, ku ndoshta nga presioni i madh, ndoshta edhe nga fakti që ngjarja është akoma e shumë e nxehtë pasi ka ndodhur së fundi, dhe në Poloni aktualisht ka pasur një zbarkim të forcave të NATO-s edhe të një pjesë të madhe të ushtrisë polake në kufirin lindor të Polonisë, me Bielorusinë, Rusinë, edhe me vendet balltike. Dhe aktualisht gjendja ka qenë shumë e acaruar, me plot akuza politike, me shumë gjuhë të ashpër, sidomos është shprehur prej presidentit polak dhe atyre të vendeve balltike, sidomos atij lituanez dhe estonez, gjë që ka pasur sigurisht impaktin e saj edhe në Washington.
i cili është sigurisht ne dim që Amerika është superfuqia kryesore që drejton NATO-n dhe kjo tre shkeljet një pas njëshme, sigurisht që pavarësisht politikës të presidentit Donald Trump, e cila ka qenë shumë e balancuar në kërkim të dialogut, duke shtyr për bisedime gjithmonë, sigurisht do vinte i moment që edhe do të jetë një përgjigje. Qartë. Duke marrë parasysh se dëmet kolaterale që u shkaktuan me dronët, me forcat ajrore, alarmi që u dha, kjo gjë besoj që ka qenë Mirë. Pa humbur kohë përgjigje e zakonshme do të thosha. Qartë. Pa humbur kohë hidhemi tek çështja e dytë, çfarë ka ndodhur në margjinat e Asamblesë Kombeve të Bashkuara, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov janë përballur në një takim në OKB. U tha se takimi ishte konstruktiv, por Lavrov e ka theksuar edhe një herë përgjigjen vendimtare të Rusisë kundrejt çdo agresioni. Shkurtimisht për ty çfarë të tha ty ky takim? Shkurtimisht. Atëherë delegacioni rus në OKB gjatë këtyre 3 ditëve ka zhvilluar 47 takime, aktivitetet e negociata në formë ose format që ata i quajnë tyreze rumbullakët. 2 prej më të rëndësishme mund ta quajmë ka qenë ai me sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe ministrin e punëve të jashtme të Indisë. Në lidhje me takimin me Marco Rubion, me sekretarin e shtetit amerikan, gjëja ose më saktë të themi bisedimet u zhvilluan në mënyrë konstruktive, por natën atë që mund të quhet një lloj distancimi, të cilat media ruse sot e quajnë një largim shumë të madh prej frymës së Alaskës. Fakti që incidentet që ndodhen në 3 vendet e NATO-s, kriza ekonomike e cila po thellohet si në Rusi, po edhe në SBA me sanksione, tarifat luftën e hapur që tani SBA-ja i ka shpallur shumicës së vendeve anëtare të BRICS ose aleatëve të Rusisë që është India, e cila ishte një takim tjetër shumë i rëndësishëm në agjendën ruse.